shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jon ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Në fjalën time në këtë sallë në prill të vitit 2023, kur ky proces sapo kishte filluar, thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit më ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Unë nuk jam ngritur sot këtu ta mbroj veten time, sepse këtë gjë din më së miri dhe e kanë bërë avokatët e mi. Nuk jam këtu as për t'ju treguar ju për drejtësinë, sepse ju dini më mirë se çdo kush atë. Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë drejtësinë.